shoshon të rritur që jetojnë me fëmijën e lënduar brenda vetes, për rrethona të cilat ata nuk janë fajtor, si mundi ne me gjetë problemet që burojnë fëmijëri edhe me u marrë me to. Ndonjëherë shumë njerëz nuk e kujtojnë se çfarë ka ndodhur dhe unë shpesh I them nuk është e domosdoshme që patjetër të kujtosh fëmijërinë. Normalisht shumë situata janë rezultati I lëndimeve të fëmijës së brendshëm, por për ta kuptuar këtë është shumë e thjeshtë të shoh situatën aktuale. Cilat janë emocionet më dominante për momentin që janë negative tek ti. Pra cilat janë momentet ku ti reagon më shumë dhe pikërisht ato emocione që nuk të kupton asnjëri. Është një situatë mund ta marrim dhe situatën me punën, me shefin, qofse janë dy persona, një person është I lënduar nga fëmijëria, nga ndjenja të tilla si turpi dhe faj, dhe personi tjetër nuk është I lënduar. Qofse vjen shefi dhe për një punë që të dy e kanë bërë gabim dhe I kritikon, personi I parë që nuk është I lënduar thotë, "Ok, në rregull, e rregullojmë, I futemi pra punës dhe e rregullojmë." Personi tjetër që është I lënduar, këtë gjë e merr sigurisht fundi botës. Jo, pse nuk ishte faji im, fillon të justifikohet, fillon të ndihet shumë keq. Dhe kjo është një moment dhe tjetri pastaj shikon sikur po ti çpate. Dhe ky është pikërisht një moment që ne mund ta kuptojmë se ky është një lëndim I fëmijës së brendshëm. Pra është një sistem nervor I copëzuar I cili ka nevojë për ribashkim. Dhe ribashkimin e vetëm mund ta bëjmë vetëm për brenda vetes tonë.